Përshëndetje, po takomi sërish me lajmet e orës 9. Në moshën 79 vjeçare është ndarë nga jeta ish kongresisti amerikan, mbështetësi dhe miku i madh i Kosovës, Eliot Engel. Engel, i cili ishte kongresist demokrat dhe përfaqësonte New Yorkun në Kongres, ka qenë ndër figurat më të mbështetëse për Kosovën. Ai ishte pjesë e Kongresit Amerikan për 16 mandate që prej vitit 89, derisa ka udhëhequr edhe Komitetin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve. Ai ka qenë i pranishëm edhe në seancën solemne të shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Miku i madh i Kosovës, Eliot Engel, pati peshë të rëndësishme në denoncimin e shkeljes së të drejtave të shqiptarëve nga Serbia. Për vdekjen e kongresmenit amerikan Eliot Engel, deputetët e kuvendit mbajtën një minutë heshtje derisa lider shtetrore të partive politike shprehen ngushëllime dhe vlerësuan lart figurën dhe kontributin e tij. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu e ka cilësuar vdekjen e Engel si humbje të mikut e përkrasit të palëkundur të lirisë dhe shtetësisë së Kosovës. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza ka thënë se kongresmeni Eliot Engel ishte zëri i drejtësisë për ne në SBA dhe qëndroi pranë Kosovës në kohën kur po shkruhej historia. Nga ana e tij, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se Kosova humbi një mik të madh dhe ndër më të rëndësishmit që vendi ynë e ka pasur në arenën ndërkombëtare. Edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se shqiptarët do të jenë gjithmonë mirënjohës për kontributin e tij historik për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Edhe ambasada e Kosovës në Shtetet e Bashkuara ka shprehur ngushëllime me rastin e ndarjes nga jeta të ish kongresistit Eliot Engel, i cili e ka mbështetur vendin tonë gjatë karrierës së tij të gjatë politike. Jemi thellësisht të pikëlluar nga vdekja e Eliot Engelit. Ai qëndroi pranë Kosovës jo vetëm si antar i dalluar i Kongresit, por edhe si mik i vërtet që u kujdes për popullin tonë dhe të ardhmen tonë, thuhet në shkrimin e ambasadës në Facebook. Zëri dhe mbështetja e tij erdhen në momentet kur patën peshë më së shumti dhe ato do të kujtohen gjithmonë, thuhet në telegramin e ngushëllimit të ambasadës së Kosovës në SBA. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë vizitës zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, mori pjesë në konferencën e Londrës për mbrojtje. Duke folur për luftën hibride, Kurti tha se ajo nuk është zëvendësim i luftës klasike, por vetëm fazë përgatitore për të. Kryeministri shtoi se ajo është bërë normë kudo dhe se në ditët e sotme është lajm nëse nuk ka luftë hibride në ndonjë raund zgjedhjesh. Kurti foli edhe për ndikimet në Ballkanin Perëndimor. Nuk ka arsye për shumë relaksim, si të thuar, sepse Serbia është një proksi i Rusisë dhe atje janë 48 baza të përparme operacionale përreth kufirit të shtetit tim. Të gjitha janë në atë që quhet zonë e sigurisë e NATO-s. Kremlini ka një zyrë brenda Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë në Beograd dhe qendrat rajonale të Russia Today dhe Sputnik për Ballkan, të cilat janë në Serbi, ka thënë kryeministri Kurti. E ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka emëruar Vazvije Krasniqi Godman dhe Shyrete Tahirin si të deleguara të posaçme për çështjen e të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Sipas njoftimit nga presidenca, gjatë takimit u vlerësua guximi dhe qëndrueshmëria e tyre, si dhe roli i rëndësishëm që kanë luajtur në thyrjen e heshtjes dhe në kërkimin e drejtësisë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ish presidenti Hashim Thaçi në një intervistë për Frankfurter Allgemeine Zeitung i pyetur nëse gjykimi ndaj tij mund ta ndryshojë perceptimin e historisë për Kosovën, ka thënë se ky mbetet shqetësim, por ka shtuar se ngjarjet e të 90-tave janë të dokumentuara mirë dhe s'bëhet fjalë për interpretim. Provat e fabrikuara gjatë epokës së Miloševićit nuk duhet të përdoren në gjykat. Nëse pranohen, nuk do të ishte çudi që pretendimet e ngjashme të përdoren edhe në konflikte të tjera. Kosova nuk ka sulmuar kurrë territor serb. Populli i Kosovës luftoi për të drejtën për të ekzistuar.
Ky proces nuk duhet të përdoret për të rishkruar historinë, citohet e këtë thënë ish presidenti Thaçi. I pyetur nëse do të mund të shpallej fajtor, a do të nënkuptonte kjo se NATO-ja ka bashkëpunuar me krimine lufte, Thaçi ka përsëritur se ndërhyrja e NATO-s në vitin 99 u mbështet në vlerat e lirisë, drejtësisë dhe të drejtave të njeriut. Ai ka thënë po ashtu se ka pritur që gjykimi të jetë mbi bazën e raportit të Dikmartit për pretendimet për trafikim organësh dhe se shpresa e tij vetme është që ky proces do të kontribuojë në të vërtetën, drejtësinë dhe dinitetin. Kosova ka shkëlqyer në parakualifikimet e botrorit të futsallit, ku me fitoren e dytë në grup kundër Austrisë e siguroi kalimin në fazën tjetër. Përfaqësuesja e Kosovës në futsal ka regjistruar fitoren e dytë në grup, duke mposhtur Austrinë me rezultatin 6-3 dhe kështu e ka siguruar kualifikimin nga raundi paraeliminator në main round. Dardanet e përzellësit Agon Ramadani e dominuan takimin nga fillimi deri në fund, ndërsa pjesa e parë u mbyll me përsi 2-1 në favor të Kosovës. Lojtari më i dalluar në këtë ndeshje ishte kapiteni Ramadan Alaj, i cili që figura kryesore e takimit, duke realizuar 4 gola dhe duke u thesur ekipin drejt fitores dhe një paraqitje tjetër të jashtëzakonshme. Nga një gol tjetër për Kosovën e shënuan Shefki Kameri dhe Shqiprim Imeri. Në përgjithësi, e gjithë skuadra zhvilloi një ndeshje shumë të fortë, duke i fituar duelet dhe duke treguar zemrën e ekipit. Me këtë fitore, Kosova arrin në kuotën e 6 pikëve dhe siguron kalimin nga grupi, edhe pse ka mbetur për të zhvilluar edhe një ndeshje ajo ndaj Malit të Zi. Kemi ardhur kështu edhe në fund të këtij edicioni. Për këto dhe më shumë informacione ne do të takohemi sërish në orën 11. Deri atëherë, mirëmbëjtje.